Në gjykatën themelore në Prishtinë u paraqit fjala përfundimtare e prokurorisë në procedurën kundër Slaxhan Trajkovićit, i akuzuar për krime lufte kundër civilëve në territorin e komunës së Vushtrisë. Më 6 prill të vitit 1999, prokuroria Florie Shamolli e dorëzoi fjalën e saj përfundimtare me shkrim dhe në atë ajo theksoi se gjatë procedurës janë dëgjuar shumë dëshmitar dhe se ata e kanë njohur Slaxhan Trajkovićin, për të cilin ajo propozon që të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Me sugjerimin e gjykatësit, fjala përfundimtare e mbrojtjes është shtyrë për në seancën e ardhshme, pasi fjala përfundimtare e prokurorit nuk është përkthyer në serbisht. 6 persona janë arrestuar në Obiliq në ndyshimin se kanë kryer krimin e dëmtimit të verrezave me 13 dhjetor në Plemetin, sipas njoftimit të policisë së Kosovës. 5 nga të arrestuarit janë të mitur dhe të gjithë u dërguar në paraburgim me urdhër të prokurorit, ndërsa hetuesit po kryejnë veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale. Në varrezat e reja ortodokse në Plemetin pranë Obiliqit, 2 monumente varrësh u shkatruan dhe u demoluan 3 ditë më parë, dhe kjo është hera 4 që dikush përdhos ato varreza. Këshilltari i presidentit të Serbisë Miloš Vučević theksoi se lista serbe është përfaqësuesja autentike politike e popullit serb në Kosovë dhe u bë rrithirrje serbëve të përdorin të drejtën e tyre civile dhe të votojnë në zgjedhje. Vučević kujtoi një përpjekje tjetër për të ndaluar listën serbe të merr pjesë në zgjedhje, prandaj u dësh të fitonte këtë drejtë në një procedurë apelimi, nëse do të mund të ndalonin serbët të votonin dhe të organizoheshin politikisht. Kjo do të ishte më mirë për ta, tha Vučević për Radio Televizionin e Serbisë. Politologu Aleksandar Shluka beson se qeveria e re e Kosovës, nëse do të përbehej nga partitë që tani janë në opozitë, do të kishte një qëndrim ndryshe ndaj formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse ata janë më të gatshëm të bashkëpunojnë me aktorët ndërkombëtar dhe pse çështja e asociacionit të komunave serbe është jashtëzakonisht e papëlqyeshme midis të gjitha partive shqiptare në Kosovë. Petar Qurqish nga Instituti për Studime Europiane në Beograd nuk pret që Prishtina mund të fillojë procedurën e formimit të asociacionit të komunave serbe me një iniciativë në saj, pavarësisht se kush do të jetë në pushtet, sepse secila palë do të dëshirojë të jetë më shqiptar krahasuar me atë që është në pushtet tani. Analisti politik Shkelzen Maliqi është i mendimit se nëse pas zgjedhjeve formohet një qeveri që do të përbehet nga partitë që tani janë në opozitë, një qeveri e tillë ndoshta do ta dërgonte draftin europian të statutit të asociacionit të komunave serbe në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Në perëndim ata thonë se duhet të ketë rregulla mbi të cilën bazohet rendi botëror, dhe me këtë nënkuptojmë se ajo është që interesin e tyre do të quhet rregulla, tha kreu i diplomacisë ruse Sergej Lavrov. Kur Kosova duhet të njihet, kjo është e drejta e popullit për vetëvendosje, dhe kur Krimea dhe pjesë tjera të Ukrainës njerëzit votuan në një referendum pas grushtetit, nuk është më vetëvendosje, por integriteti territorial, tha Lavrov në një intervistë për mediat iraniane, siç raporton Sputnik. Çështja e territoreve është shumë e dhimbshme për ukrainasit, ashtu si çështja e Kosovës për Serbinë, tha sot se Ukraina po lufton për integritetin e saj territorial dhe paprekshmërinë e kufive të saj, tha ambasadori në largim i Ukrainës në Serbi, Volodimir Tolkaç. Shumica e ukrainasëve nuk janë të gatshëm të i dorëzojnë territoret e tyre agresorit, tha Tolkaç në një intervistë për TV1, duke i referuar propozimit të Donald Trumpit për t'i dhënë fund konfliktit. Kur pyet se si duhet të duket marrëveshja pas luftës, ai u përgjigj se të gjithë duhet të kthehen në kufit që u njohen nga të gjithë shtetet e ish-bashkimit sovjetik në vitin 1997. Në pranitë e komandantit të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli, admirali George Vajkov, i cili zëvendëson admiralin Stuart Mach në atë pozicion muajin e kaluar, u bë dorëzimi i detyrave të komandantit të zyrës ndërlidhëse ushtarake në Beograd,
të NATO-s, komandanti i mëparshëm generali i brigadës italiane Pierluigi Lodola u zëvendësua gjithashtu nga generali i brigadës italiane Antonio Stasi. Zyra e NATO-s në Beograd u hap në vitin 2006. Moti nesër në Serbi në mëngjes do të jetë i ftohtë dhe me mjegull, vranësira mesatare gjatë ditës dhe shirat e lehtë në disa vende në mbrëmjet e Vojvodinës do të fryerë dobet deri mesatare nga juglindja, kurse era afor do të fryjë në pjesën e Banatit. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -4 deri në 2, kurse ajo maksimale ditore nga 6 deri në 14 gradë Celsius.